Nga Zvicra Saleh Bislimi erdhi në Hag për të protestuar të dielën. Por veprimtari për çështjen shqiptare nuk e la me kaq. Ai mori leje nga gjykata për ta përcjell nga afër gjykimin për 2 ditë me radhë. Kështu, ky dëgjoi nga afër edhe dëshminë e James Rubinit, e cila i ka lënë jo pak mbresa. James Rubini është një hero i Kosovës, i cili në mënyrë shumë konkrete shpjegoi dhe u distancu nga të qatë ato akte akuzat të cilat gjykata speciale i ka dosh me hedh fajin presidentit Thaçi. Dhe sot edhe dje u konstatu se ato janë akte akuzat treme. Bazuar në këtë dëshmi, Bislimi beson se ish-liderët e UÇK-s do dalin faqebardh nga ky proces. Unë mendoj që ne jemi në fund të tunelit, po e shohim dritën, bashkë me këtë dritë do të vjen edhe liria presidentit Thaçi, sepse kjo gjykatë në realitet nuk është legjitime, është ilegale. Por derisa të krijohen kushtet që t'i takoj fizikisht ata që i vlerëson shumë, Bislimi e shfryzoi rastin të paktën t'i përshëndet nga dhoma që i ndante vetëm një gjam. Unë krijova një emocion sepse i përshëndet atë gjithë me dorë, do përshëndetem me shumë respekt dhe dashuri. Përveç Bislimit, 2 seancat e para i kanë përcjell afërsisht nga 40 persona.